e papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Albania vetëm pak orë para spektaklit Prime, duke vënë në pikpyetje vazhdimsinë e një prej banorëve më të komentuar të këtij edicioni. Kristika ka përzyer murin rrethues të shtëpisë, një veprim që konsiderohet shkelje e rëndë e rregullave të formatit. Ngjarja ka ndodhur pak minuta pasi Kristi u përfshi në një përplasje fizike me Mirin. Dy banorët patën një debat të ashpër që degradoi në sulme me shishe ujë, duke rritur tensionin në shtëpi. Situata ishte mjaft e ndezur dhe ndërhyrja e banorëve të tjerë ishte e nevojshme për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm. Megjithatë, duket se për Kristin ngjarja nuk përfundoi aty. Në një moment të papritur, ai ka vendosur të kapërcejë murin e shtëpisë, duke lënë pas jo vetëm shokët e tij të lojës, por edhe produksionin përballë një situate të pazakontë. Selin ka tentuar ta ndalojë, duke i kërkuar të mos ndërmarrë një veprim të tillë, por përpjekjet e saj nuk kanë rezultuar të suksesshme. Kristi ka vazhduar me vendimin e tij, duke dalë jashtë perimetrit të lejuar. Deri në këtë moment, banori nuk është rikthyer në shtëpi dhe nuk ka një reagim zyrtar mbi masat që mund të ndërmerren ndaj tij. Në formate si Big Brother, rregullat janë të qarta dhe të panegociueshme. Largimi nga shtëpia pa leje apo kapërcimi i murit përbën shkelje serioze që zakonisht shoqërohet me përjashtim të menjëhershëm. Megjithatë, vendimi final i takon vllait të madh, i cili pritet të japë një qëndrim gjatë prajmit të radhës. Ky veprim ka shkaktuar reagime të shumta edhe mes banorëve të tjerë, të cilët janë parë të habitur dhe të tensionuar pas largimit të tij. Përplasja e mëparshme me Mirin duket se ka qenë pika kulmore e një situate të ngarkuar emocionalisht, duke e shtyrë Kristin drejt një vendimi ekstrem. Publiku tashmë pret me interes të madh zhvillimet e mbrëmjes, ku pritet të sqarohet nëse Kristi do të rikthehet në shtëpi apo nëse aventura e tij në këtë edicion do të përfundojë në mënyrë të papritur. Ngjarje të tilla rrallë ndodhin në këtë format dhe zakonisht lënë gjurmë të forta në dinamikën e lojës. Mbetet për tu parë se si do të trajtohet kjo situatë nga produksioni dhe çfarë ndikimi do të ketë në rrjedhën e mëtejshme të spektaklit. Ajo që është e sigurt është se ky incident ka shtuar dramën dhe ka rritur pritshmëritë për prajmin e radhës, ku çdo detaj pritet të marrë një përgjigje përfundimtare. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.